Në përputhje me ligjin për automjetet, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, automjetet e regjistruara jashtë Kosovës si në pronësi të shtetasve të huaj, ashtu edhe të qytetarëve të Kosovës, lejohet të qarkullojnë deri në 3 muaj nga data e hyrjes në territorin e Republikës së Kosovës. Në rastin e qytetarëve të Kosovës, kërkohet që ata të kenë të rregulluar lejen e qëndrimit të përkohshëm ose të përhershëm jashtë vendit dhe ta dëshmojnë atë kur kërkohet nga personat e autorizuar. MPB-ja sqaron se automjetet e regjistruara jashtë Kosovës nuk mund të drejtohen nga shtetas kosovar pa praninë e pronarit dhe as të autorizohen për qarkullim në Kosovë. Përjashtim bëjnë rastet kur automjeti është në pronësi të një qytetari të Kosovës me qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë vendit, i cili po ashtu ka qëndrim të rregulluar në shtetin ku është i regjistruar automjeti dhe posedon autorizim përkatës. Po ashtu sipas njoftimit, personat që nuk kanë të rregulluar qëndrimin e përkohshëm ose të përhershëm në shtetin nga i cili importohet automjeti, lejohen të qarkullojnë në Kosovë vetëm deri në 8 ditë nga data e hyrjes. Ndërkohë, shtetasit e huaj me qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm në Kosovë, si dhe qytetarët e Kosovës që kthehen nga shtetet e huaja, mund të drejtojnë automjete me patent shofer të huaj të vlefshëm deri në 1 vit nga data e hyrjes në territorin e Kosovës.